Zvarritja e procesit të legalizimit të banesave ishte arsyeja pse një përfaqësi nga komuniteti rom protestuan përpara institucionit të kadastrës në Elbasan. Protesta u zhvillua në ditën ndërkombëtare të romëve, ku qytetarët kërkuan më tepër vëmendje nga institucionet shtetërore, duke pohuar se kanë aplikuar për legalizimin e banesave 10 vjet më parë, por ende nuk janë pajisur me certifikata pronësie. Jemi këtu pranë institucionit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për t'i kërkuar këtij institucioni për të reflektuar mbi respektimin të drejtës për strehim të komunitetit rom të qytetit Elbasanit. Duke qenë se këta banor janë qytetit Elbasanit dhe kanë prej vitit 2005-2006 që kanë aplikuar për të legalizuar banesat e tyre informale, sot e kësaj dite pas kaq shumë vitesh nuk kanë arritur dot të përfundojnë procesin dhe të pajisen me certifikatën e pronësisë. Ka nevojë për mbështetje të madhe nga ky institucion për të përfunduar dhe për të respektuar pikërisht këtë drejtë që ata kërkojnë sot. Në Lushnjë, pjesa më e madhe e komunitetit të rom është vendosur në lagjen Savër, ku jetojnë rreth 260 familje. Ata jetojnë në kushte shumë të vështira dhe thonë se janë të papërkrahur e të diskriminuar nga institucionet. Në vetë një pjesë e shoqërisë shqiptare dhe për këtë ne duam që kemi edhe vëmendje për të qenë dhe për të ndjerë i barabartë mes të gjithë barabartëve. S'kemi të ardhur neve. Shtëpia pikon, o borri këtu mbushet nga ujërat e zeza se janë qarë. Tubat ato të ujtë janë qarë. Quni vete për kanache, për plasmaset ande, për bidona. Po sodhimi, po nuk sodhi dorim. Dita ndërkombëtare e romëve u shpall në vitin 1990 në Poloni, ku u zhvillua Kongresi 4 botror i romëve.